بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونسأل الكرام فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمد عبده وحبيبه ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه خلفاء راشدين المرشدين مهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهد خصوصا منهم على الإمام خليفة رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Ndrat parë gjitha falenderimet dhe lavdërimet janë për Allahun Dhul Gjelal, salavatet janë mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi sahabët e tij, mbi shokët e tij dhe mbi familjen e tij të pastër të ndershme. Ne do të mundohemi sot të flasim në lidhje me çështjen e fadiletin e drejtësisë. Kur Allahu Dhul Gjelal në shumë ajete kuranore e ka urdhëruar që në mesin e njerëzve të ekzistojë drejtësia, sepse pa drejtësi atëherë ka probleme çrregullime në mesin e njerëzve, dhe kështu që Allahu bëni urdhëres që drejtësia të jetë në mesin e njerëzve, sepse atëherë do të ketë harmoni, paqe, qetësi e tjera. Në një ajet kuranor, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Dhul Gjelal po thotë: "Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl." Dhe kur të gjykoni, ju urdhëron të gjykoni me të drejtë në mesin e njerëzve. Ajeti tjetër, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa in hakamta fahkum bainahum bil-qist, inna Allah yuhibbul muqsitin." Po nëse gjykon mes tyre, gjyko drejt, Allahu i do të drejtit. Me të vërtetë drejtësia është shumë e rëndësishme dhe ne në jetën praktike duhet ta zbatojmë atë, sepse ajo sjell përparim, zhvillim, dhe kështu që ne duhet duke filluar ta zbatojmë drejtësinë që nga familjet tona së pari e mandej edhe ndaj të tjerëve dhe në gjitha fushat e jetës duhet të jemi të drejtë. Sepse këtë na urdhon Allahu Dhul Gjelal. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë: "Të jesh një orë i drejtë, do thotë është më mirë se sa ti lutesh Zotit 60 vjet namaz vullnetar." Rëndësi, vlerën, fadiletin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith po na tregon çfarë rëndësie ka drejtësia. Drejtësia do thotë vjen qysh prej kohës Ademit alayhis salam që Allahu ka urdhëruar që ai mesin e njerëzve të sillet i drejtë. Prandaj drejtësia vazhdon e tutje deri në ditën e Kiametit e besimtarët nëpër histori, udhëheqësa të ndryshëm. Besimit islam kanë treguar që praktika e tyre, drejtësia e tyre ka bërë kthesa të mëdha në histori, saqë u kanë pas lakmi edhe besime tjera që u kanë lakmu për drejtësinë që u kanë përbajt udhëheqësat e shteteve islame. Se çështja e drejtësisë nuk do të thotë që vetëm besimtarët e besimit islam duhet të praktikojmë në mes veti, por çështjen e drejtësisë duhet ta zbatojmë edhe ndaj të tjerëve pa marrë parasysh besimin çfarë ka, sepse kjo është urdhëres nga Zoti xhaleshanuhu. Kemi raste të ndryshme
që drejtësia vlerën e saj që ka pas dhe ka luajtur rol në histori, kemi raste të ndryshme, por ne para së gjitha duhet të sparet të jemi të drejtë ndaj Allahu dhul xhelal që t'i kryjmë obligimin që kemi ndaj tij, duke filluar nga namazet dhe ibadetin përgjithësi, sepse ato janë urdhresa nga Zoti i Xhelal. Pastaj duhet të largohemi nga haramet, nga ndalesat që Zoti i Xhelal i ka bë. Pastaj ne të kthehemi vetvetes, familjes e tjera e tjera e tjera. Tregohet ngjarje të ndryshme, desha të tregoj disa ngjarje të cilat na japin këshillime të mira se si kanë vepruar, do thotë, udhëheqësit e besimtarët të besimit islam në përhistori, që neve na vijnë ata shembuj t'i praktikojmë, t'i zbatojmë, do të na jenë shembull për të mirën deri në ditën e Kiametit. E kemi rastin Amr ibn Asi, i cili ka qenë në Egjipt, kur ka liruar Egjiptin, aty ka dëshiruar të ndërtoj një xhami, dhe në atë xhami aty prona ka qenë e huaja, ka qenë një gruaje e cila ka qenë besimit jahudive, dhe ajo e ka kundërshtuar Amrin për mia dhënë, as nuk e ka shit, as nuk e ka dhuru, nuk e ka fal. Atëra e gruaja çka bën? E merr një shërptor të saj edhe e pyet një njeri aty se si është me vepru. Ata i thonë, shko në Medinë, atje është sunduesi muslimanëve dhe atje kërko drejtësi. Kur ka shku atje, i ka treguar hallin, ngjarjen se si tokën e ka marrë Amr ibn Asi dhe as nuk e ka fal, e as nuk e ka shit, dhe ka filluar ndërtimin e xhamisë. Atëherë Hazreti Omeri çka bani? E mori një tull, një lloj çerpiçi thuhet, dhe ka shkruar aty se si duhet me ja kthy pronën e saj, me qenë i drejtë, edhe ja shkruan aty me sira, është Bismillahirrahmanirrahim, o Amr ibn As, dije se ne, besimtarët e besimit islam, kemi përparësinë, prioriteti më të lartë ndaj të tjerëve që të jemi të drejtë. Dhe kështu, ajo gruaja kur e sheh se çka po shkruan aty në të fartullën, në të farçerpiçin, e vendos një rëçon po mandej e gjuhën dhe nuk e kupton çështjen e përgjigjen e sunduesit halifit Omerit. Dhe i thot shërptorës, sikur zëvendës i tij në Egjipt, sikur këtu udhëheqësi i tyre kokën të njëjtë. Domethënë dele dëshpëruar, nuk i kupton gjanat, nuk i kupton leximin, sepse ajo nuk ishte në besimin islam. Kur ka shkuar në Egjipt atje, edhe po bisedon prap me Amr ibn Asin, edhe ai po i tregon se keni marrë ndonjë shkresë, ndonjë gjë, ndonjë përgjigje nga Omeri. Kjo po i thot sikur ti njëjtë. Por shërptori kishte marrë atë çerpiçin aty atë tullën, kishte rujt në çantën e tij dhe ja dhuron. Thot merre këtë shkruan diçka, kur e pa Amr ibn Asi se çka shkruan aty, që duhet m'ia kthy pronën, atëherë më një jep urdhëres që të ndalohet puna dhe t'i kthehet prona asaj gruaje që ishte jahudive. Atëherë duke pa këtë gjest, duke pa këtë sjellje të bukur të udhëheqësit muslimanëve, duke pa drejtësinë, atëherë çka thot? Thot unë tash e dhoj falas, edhe unë jam ajo që do ta ndërtoj xhamin edhe pranon Islamin. Për shembull tjerë kemi të ndryshëm, kemi rastin se si me një rast ka qenë njëri i cili ka bë tregti me deve, edhe shkon në Mekë, kur shkon në Mekë atje me bë tregti takohet me Ebu Xhehlin. Ebu Xhehli ka qenë një armik i muslimanëve dhe tash Ebu Xhehli ja merr disa deve, ja paguan, por për disa tjera nuk i paguan, i mbetet borx. Ky njeri ishte i huaj, domethënë nuk ishte i Mekës, dhe shkon disa herë me kërkuar hakun e vet, të drejtën e vet. Por me kot, sepse Ebu Xhehli nuk pranon të t'ia paguante borxhin. Një ditë prej ditësh kur shkon takohet me një grup kurajshësh në Mekë dhe i pyet ata se si është halli me këtë njeri që s'ma paguan hakun tim, s'është i drejtë ndaj meje, më ka mbet borxh shumë. Si të bëj këtë zgjidhje? Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka qenë i ulur me një çosh dhe ata kurajshit i bojnë me shenjë që shko te ai njeri ai ta nxjerr borxhin. Por ky grup i kurajshëve ishte me një fjalë sikur më thonë donin me bën një lloj ngatrese, donin me bën një lloj përlarjen mesin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Xhehlit. Se komunikimin mes Ebu Xhehlit dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë i mirë. Dihet çfarë, pse ai ishte Ebu Xhehli ishte armik i Islamit. Ta kurajshit të ky grupi njerëzve donin me bën një përlamje, një mosmarrveshje, një ngatresë. Por çka ndodhi? Shkoi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe
e mor atë, e shkon bashkë të dera e Ebu Xehlit. Trokitën derën e tij dhe dul Ebu Xehli. Kur dul, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha, më ia dhon borxh, më ia dhon hakun që i takon. Po tha më një herë, ka hyrë brenda edhe ja ka dhënë parët. Njerëzit tash që kishin përcjell situatën, që ata pristin me vëmendje se çka po ndodh në mesin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Xehlit. Çka thanë ata? Shkuan e takuan Ebu Xehlin, thanë, po ti çka ndodhi me ty kështu? Pse edhe parët më një herë, çka u bë kështu? Thot, nuk e dini ju çka ka ndodhur. Në momentin që ka trokit në derën time dhe në momentin që ka thirr me zërin e tij që kam dëgjuar, në zemrën time është fut një frikë shumë e rrezikshme. Kur kam dalë dhe kam pa Muhamedin, thot, afër ti ka qëndruar një deve e madhe me dhëm të mëdha që s'kam pa kurrë. Dhe nëse unë e kisha kundërshtuar mos më dhën parët, atëherë ajo do të më përbinte. Në transmetime tjera thuhet se kur kam dalë jashtë, edhe kam pa Muhamedin aty, por afër ti kanë qenë disa njerëz me shtizat e mprehta, se nëse unë kisha kundërshtuar mos më dhën parët atij, atëherë ata do të më shponin stomakun, do të më shponin barkun. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka kontribuar për gjitha për çështjen e Islamit, por ka kontribuar në këtë çështje që u ka ndihmuar njerëzve të marrin hakun e vet. Prandaj drejtësia është ajo që zgjidh problemin e mosmarrëveshjeve. Ne duhet të pas shumë kujdes që të ruhemi nga haku i huaj, sepse ajo na çon në gjendje shumë të keqe, në përgjegjësi para Zotit xhaleshanuhu. Kemi raste të ndryshme sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë udhëheqësit të drejtë. Në ditën e gjykimit kur vjen 7 grupe në hijen e arshit që s'do të ketë hije tjetër, në mesin e atyre do të jenë edhe udhëheqësit të drejtë. Çfarë vlerë rëndësi ka udhëheqësi i drejtë? Pra duhet të jetë vetëm udhëheqësi i drejtë, a duhet edhe jetë populli, në përgjithësi të gjithë njerëzit duhet të jenë të drejtë, duhet të jenë të matur, duhet të jenë të sinqertë, të flasin realitetin, sepse Allahu dhul xhelal e don drejtësinë, Kemi raste tjera që ne japin neve inkurajim që të punojmë drejt e të ruhemi pavarësisht edhe nëse në kundërshtimin tonë. Ka raste mosmarrëveshje që ndodhin në jetën e përditshme. Edhe nëse është kundra nesh, por drejtësia duhet i takojë atij që i takon. Nuk ka ti më thonë, valla, unë e kam non, e kam bab, e kam këtë, edhe po e përveçoj ka, po anoj ka interesi, e jo ka drejtësia. Jo. Duhet të anojmë ka drejtësia, sepse Allah është me të drejtit. Pavarësisht me kënd kemi kundesi. Po këtu përna dohen një problemet, dhe më thënë mesin tonë, kur pa anojmë ka interesi dynjas, atëherë po bjen problemi. Po vinë problemet, po vinë të lashët, po vinë hallet, por të gjykojmë drejt. Të jemi besimtar kudo që të ndodhemi, ta paramendojmë drejtësinë kudo që të jemi, e të ikim aty në gjanave që janë të shejtanit mallkuar. Kemi çështjen tjetër, ku Sulejmani alayhis salam që është në moshën e re ka qëndruar në dyert e pranë dyrëve të shkallëve të gjykatave, dhe aty ka gjyku babai i tij Davudi alayhis salam, dhe ai thuhet me një rast ka qëndruar aty ulur dhe ka ardhur një grua e cila ishte duke çajtur. Me lot në sy. Sulejmani alayhis salam po e pyet atë për hallin e saj, çka ke? Tha, unë jam e vej, kam fëmijë të vegjël, kam marrë do grua dhe kam qenë mollia ti kam blu dhe kam pas disa grushta në një thes në shtëpinë time. Ka ardhur era, më ka marrë thesin me miell dhe më ka hudhur në det. Unë që ata kam pas për ushqim për fëmijët e mi, edhe tash e kam problem se si ti ushqej ata. Sulejmani alayhis salam çfarë po thotë? Hyn në gjykatë dhe ankohu. E gruaja e thotë, se si të ankohem në erë, era as nuk është njeri, as nuk është gjin, që mund me qitë në gjykatë. Thot hyn brenda në gjykatë dhe ankohem, bën padi. Ka hy brenda jo, kur ka hy brenda Davudi alayhis salam, ka bisedu me ta, i ka tregu hallin çështjen e varfrisë, që është çështjen e ndodhjes që i ka ndodhur asaj. Davudi alayhis salam duke pa gjendjen ekonomike të vështirë, duke pa që ajo e vej e me fëmijë jetima, ka marrë disa masa, domethënë matse
me miell ja ka plotsu dëshirë me 2-3 ka dhënë ma tepër dhe ka dalë jashtë gjykatës. Kur ka dalë jashtë gjykatës është taku prapë me Sulejmanin alayhis salam. Sulejmani alayhis salam e pyeti çka bën kështu, tha më kanë kompenzuar ma tepër se sa që kam pas. Ktheu thot prapë, hyn brenda në gjykatë. Thuaj atyre që dua ta padis erën. E padit erën. Ka hyn brenda prapë njëjtat fjalë, ata hala dhe ma tepër po i qesin gjana ushqimore. Disa herë kështu me radhë. Në mes tjerash Sulejmani alayhis salam tha edhe një herë hyn brenda, kur ka hyn brenda Davudi alayhis salam tha o ti grua e ndershme besimtare sinqert. A ka mundësi me të pyet ty? Ti po vjen po ankohesh tek ne. Që ta akuzojmë erën. Era nuk është njeri, as nuk është gjin. Ne ty po t'i plotësojmë dëshirat, po t'i japim edhe ma tepër gjana ushqimore se sa që ke humbur. E ti prapë po vije tek ne dhe po ankohesh dhe po na thu me padit erën, ne këtë s'pe kuptojmë. E gruaja thot, edhe po i thonë Davudi alayhis salam tha kush o ka të mëson ty? E gruaja tha një djalë për jashtë këtu, një djalë i jashtë. Kur duhet aty Davudi alayhis salam për sheh Sulejmani alayhis salam. Tha çka po do të thonë me këtë? Qysh me akuzuna erën kur era as nuk është njeri as nuk është gjin. Sulejmani alayhis salam i tha o babai, çfarë kësaj pune ma tepër se ka diçka këtu. Davudi alayhis salam hyn brenda dhomën e tij dhe drejtohet Allahut për këtë sqarim. E thuhet Xhibril alayhis salam i thot Davudi alayhis salam i thot djali yt Sulejmani ka të drejtë. Sepse ajo grua që ka pas ata midh me veti në det atje një anije me shumë udhëtar me pasuri të madhe. Atje anija në det është përplas pak me një shkam, me një gur. Dhe aty ka filluar me depërtuajt me hy brenda në anije. Ata janë betu para Allahut, ka thonë nëse ne e shpëtojmë, do të japim gjysmën e pasurisë në emër të Allahut për njerëz të varfër jetim atje. Prandaj Xhibrili thot e ka marrë me vetëtimin, me shpejtësinë e vetëtimit së erës, ata mill dhe e kemi ngjit anijen në vendin ku ka shpërthyer aty për me hyjt, dhe tash është e qetësuar anija, ata po vinë dhe ai mall tash i takon kësaj gruaje. Do thonë, këtu është një çështje shumë interesante që ne ta kërkojmë drejtësinë sa më shumë. Çështjen tjetër e kemi që Omeri ka qenë një sundues shumë i madh saqë historia e Islamit thot për të shumë. Drejtësia atij ka qenë nivel. Paramendojeni ti për drejtësinë e muslimanëve kanë qajt edhe të tjerë. Thuhet me një rast një imam tregon çështjen e kur kanë varros Umar Abdul Azizin dhe po kthehen prej xhenazës së tij, gjatë rrugës ka pa një grup i krishterëve dhe njëri prej tyre po çan shumë. Njëri thuhet që çaq shumë ka qajë sa që mjekra e tij ishte mbushur me lot. Po i thot imami atij, po i thot, o njeri, pse çan ti kur nuk ishte në besimin tuaj? Nuk ka qenë besimin tuaj ky njeri. Thot nuk po çaj për atë. Po çaj për dritën që ka shku me te. Për dritën që ka shku me te. Për ata po çaj. Shumë të krishterë që kanë quajtur varrin e Omerit. Ata e kanë quajtur varri i mikut. Varri i shokut. Çaq prioritet që i kanë dhënë për shkak të drejtësisë që ka përmbajtur Zoti Omer. Çështje tjera kemi një grup tjetër shka qenë në kohën e Hazreti Omerit, prap një grup musliman, një grup jahudive në mosmarrveshje diçka. Hazreti Omeri po ban gjykimin e tyre dhe favorit dulen fitim, dulen jahudit. Njëri prej jahudive tha, për Zotin tha ke gjyku drejt. Omeri po çudit. Po thot, a mundësi me ditë për çka fjala? Për çka ja thu këtë? Ai krishteri çfarë po thot? Po thot ne në të vratin tonë kemi të shënuar, të regjistruar se kur bëhet ndonjë gjykim dhe njeriu që gjykon drejt, atëherë vinë meleqet në anën e djathtë të tij dhe në anën e majtë të tij dhe i ndihmojnë për të gjykuar derisa ai gjykon drejt. Por në momenti që ai njeri nuk don me gjyku drejt, ata meleqet largohen. Pra,
ata e pranuan për çështjen e Omerit se sa i sakt edhe preciz që ishte. Raste tjera ne kemi që njerëzit duhet të ruhen nga haku i huaj. Kur është drejtësia, atëherë ne nuk kombinohemi me hakun e huaj. Nuk i marrim ato që s'është e jona. Populli i Shuaibit alayhis salam në prehistori islame e dim fort mirë se ka ndodhur kur ata nuk bënin drejtësi, por i përmbashin pa drejtësisë në vjedhjen e peshore dhe Allahu i dënoi ata dhimbshëm. Dënoi dhimbshëm. Kështu që ne duhet jemi për atyre që të marrim shembull nga këto në jetën praktike, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, secili nga ju është kujdestar, është çoban, është bari i diçkahit dhe ka me dhënë llogari përgjegjësi për atë çka ka pas posedim. Duhet të jemi pra me pas shumë kujdes se drejtësia është mbi të gjitha. Kemi rastin tjetër kur një mbret deshti ta ndërtojë një pallat dhe kishte shkuar atje për të marrë me ndërtu pallatin e tij, kishte marrë një pronë të një gruaje e cila nuk kishte krahas, që thojmë ne, nuk kishte askënd, ishte vetmuar dhe filloi ndërtimin. Ajo shkoi ankua në një gjykat, kur ankua atje, ata i thanë, ne do shkojmë taj mbreti. E ndërtoi pallatin, koha me i bo urime, njerëzit shkonin me dhurata të ndryshme, një mas një. Dhe kur shkuan atje, po vjen edhe gjykatësi, e kishte marrë një gomar, dy kacia, dy thasë. Shkoj te mbreti, ja uroj aty, tha, o mbret, tha, ka mundësi, tha, dy kërkesa kam. A ka mundësi me mi realizu dy kërkesa? Tha, unë jam mbret, tha, s'ka problem. E para cila është? Thot mi marrë shta dy thasë, edhe me i mush me dhej. Në bërë ti, me dhej me mush. Thasë të mdhej. Edhe i mush i mbreti ka daldali i mush jetë. Detyra tjetër, tha, është ta dy thasë ti mbret me ngarkua në gomar. Vetu. Jo, me ndikon tjetër. Vetu. Mohon me mbush, me ngarku në gomar. Mbreti tha, jo, tha, këtë s'mund të bëj. S'mund të bëj vetë. Atëre i tha o mbret, që shka mundësi në ditën e gjykimit këtë pallat edhe këtë tokë me bajt në shpinën tane që ke marrë ndaj kësaj gruaje, kur e pa këtë gjest, kur e pa këtë çështje, kur e pa këtë gjykim, atëherë mbreti tha, prish në pallatin, ktheheni gruas, që e ka marrë pronën, sepse me të vërtet unë pasim qenë në gabim. Prandaj, këta shembull që i cekëm të flitet për drejtësi ka të shkruar në libra, ka shumë lloj variante të ndryshme që kanë ndodhur në histori. Prandaj ne duhet ta lutim Allahun dhul xhelal që të jemi prej atyre besimtarëve të sinqertë dhe të drejtë, që të punojmë me drejtësi në mënyrë që të përparojmë edhe më tepër. E lutim Allahun dhul xhelal që të na ndihmojë me të mirët e vetën këtë botë në botën e ardhme. E lutim Allahun xhelashanu që të mëshirojë të vdekurit tan. E lutim Allahun xhelashanu që të shojë të smurit tan. E lutim Allahun xhelashanu që të na i pranojë ibadetet tona në përgjithësi. Amin ya rabbi. ألا نسأل الكلام وبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام ذلك القرآن فاستمعوا الله ما أنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام